Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, për të ndarë bashkarisht ngjarjet më të fundit nga jeta e Mateo Borit. Kam shumë pyetje në fakt, kam shumë mesazhe se Tiranë ç'do të ndodh me Mateon, cili është mendimi yt, ku do të pozicionohet Mateo, a do ta shohim në televizion apo do ta shohim në biznesin e tij privat. Tani, Mateo Bori, që në momentin e parë që hyri në Big Brother, qëllimi i tij nuk ishte që të fitonte çmimin e madh, ëh, do të thënë, unë nuk e kam dëgjuar asnjëherë nga goja e Mateos që unë kam ardhur në këtë format që ta fitoj Big Brotherin, unë kam ardhur në këtë format që të fitoj çmimin. Nuk ka patur një deklaratë të tillë, nuk mundemi të ta shtojmë, nuk mundemi të gënjejmë. Mateo mendoj unë që hyri për të bërë një rrugë më të gjatë. Dhe cila ishte rruga më e gjatë? Rruga më e gjatë ishte njëherë të fitonte dashurinë e publikut, të merrte zemrën e publikut, të tregonte veten e tij, do me thënë ndoshta formatet e tjera nuk ja kanë dhënë mundësinë që ta tregon njeriu që Mateo është, dhe të duartrokiteshte nga publiku ashtu siç Mateo u duartrokit. Dhe këtë gjë Mateo e arriti. E arriti me shumë qetësi, me shumë kulturë dhe me shumë njerëzillik. Do me thënë, nëse shqiptarët e admiruan fenomenin Mateo, e admiruan vetëm nga fakti që ishte një djalë tepër i kulturuar dhe ishte zëri i qytetarit brenda asaj shtëpie tepër të rëndomt. Mateo ka bërë publike disa statuse, duke treguar që tashmë njëherë fillimisht do të pozicionohet tek profesioni i tij. Do me thënë do të pozicionohet tek palestra e tij, aty ku tash do t'i kthehet rutinës së përditshmërisë. Me klientët e tij, që tash besoj do t'jetë numri edhe dyfishëm i madh për ta patur trajner Mateon. Po përflitej që Mateo mund të jetë pjesë e përputhen, do me thënë përflitet shumë, besoj që do t'ishte ideale në qoftë se Mateo do t'ishte pjesë e përputhen, sepse do t'ishte një shembull shumë i mirë që edhe ky emisioni që është tepër i paragjykuar në shoqërinë shqiptare, brenda saj ka vlera dhe ka njerëz të cilët kanë një shpirt fisnik dhe unik, dhe nuk është e turpshme të kërkosh dashurinë apo të luash një show për klikime në një emision duke pasqyruar realitetin e jetës së jashtme. Se fundja fundit këto formate, qoftë përputhen, qoftë Big Brother, pasqyrojnë jetën e jashtme. Dhe në këtë rast, Mateo mendoj që do t'ishte ideali për të gjykuar në këndin e opinionistit ato, le të themi, konkurrent që do të bëshin pjesë e edicioneve të pandalshme të përputhen. Përflitet që do t'jetë në edicionin e ardhshëm, do me thënë është akoma si amencim, por fillimisht njëherë Mateo do të fillon në palestrën e tij, duke në këtë rast, do me thënë duke kaluar edhe momente dhe çaste të bukura në verën që na pret përpara me Brikenën. A do të ketë Mateo oferta për, do me thënë, reklama e tjerë, me patjetër që po, unë jam i bindur që ofertat ka nisur që tani, mendoj që Mateo është në kohën e tij të art, edhe mundet ta shfrytëzoj këtë moment si t'i doj shpirti atij.